Ju vetë si vendosët për të kandiduar për Partinë Demokratike? Atëherë, unë jam qenë voglin time pranë Partisë Demokratike për shkak të angazhimit që kam patur prindit e mi dhe familja e madhe kapitani në Durrës. Kështu që unë jam rritur gjithmonë me familjen e madhe të Partisë Demokratike. Më vonë kam patur dhe unë angazhimin tim personal pranë kësaj partie. Sot vi në pozicion e sekretares për marrëdhënie me publikun pranë Degës Durrës. Ndaj nuk ishte se t'ishte ndryshe, përveç se t'isha si kandidate në listën e hapur të Partisë Demokratike. Kush është ndryshimi që do të sillesh në qytetin tënd? Atëre, në ka qytet më të shkatruar në qeverisjen e këtyre 12 vite të Partisë Socialiste është pikërisht Durrësi. Kështu që ajo që dua unë të bëj është të jem një zë në Parlamentin Shqiptar për të rikthyer Durrësit identitetin që i ka humbur në këto 12 vite, po jo vetëm në 12 vitet, por dhe në 25 vite të qeverisjes lokale të Partisë Socialiste të Durrës. Okej, zonja Xhiu, si gjetet veten në listën e sigurt të koalicionit Shqipëria Madhështore? Prisin apo thjesht e pat në media? Atëherë, edhe unë jam e angazhuar që herët në ISH-LSI tashmë Partia e Lirisë, mbaj pozicionin zëvendës sekretare përgjithshme në Partinë e Lirisë, jam sekretare për familjen dhe kundër shpopullimit, me një angazhim intensiv, edhe me një punë po ashtu goxha voluminoze me komunitetin dhe me gjithë strukturat e partisë. Isha kandidate, pretendoja që të isha kandidate në listën e hapur në fakt. Pastaj ishte një vendimarrje e presidentit Ilir Meta që unë të isha në listën e mbyllur në Fier, patjetër që u votua në KDK, në kryesi, në të gjitha forumet e partisë, me një vendim masiv u miratua që 4 kandidaturat ishin në listë mbyllur dhe 8 të tjerat në lista hapur. Ishte një veprim shumë kurajoz, por gjithashtu edhe me një mesazh shumë të fortë që presidenti Ilir Meta dha. Ishte një sakrificë e madhe që ai mori përsipër për të dalë në listë të hapur në Tiranë, edhe për arsye të të mbajtjes së tij të burgosur, kushteve të vështira për të mos qenë në terren, por ama kjo ka një vlerë shumë të madhe, sepse mobilizon të gjitha strukturat e partisë, i riorganizon ato në një moment shumë të vështirë. Prandaj mendoj që kjo është një lëvizje shumë e zgjuar politike, presidenti Ilir Meta, ashtu sikur se ka bërë dhe shumë lëvizje të tjera në politikë, dhe do t'i shërbej patjetër partisë. Prençe, prej vitesh ke qenë një nga njerëzit që ka qenë përballë qeverisë ku i kërkuar të drejtat e punëtorëve, ke organizuar punëtorët për të folur dhe për të ngritur zërin kundra gjithë padrejtësive që bëhen ndaj tyre. Ke akuzuar për të pjetën që po marrin politikat e caktuara. Ke thënë që kemi 20.000 vende të lira pune, s'ka krah pune, shqiptarët kanë lidhur, gjendesh në listat e Partisë Socialiste. Si e more këtë vendim? Patjetër, ka çuditur jo pak njerëz kjo gjë. Absolutisht, doja pak të korrigjoja. Nuk janë akuzat të mia, po janë kritika. Patjetër që kritika në fund të ditës gjithkusht ka ne ka për të bërë. Zgjodha Partinë Socialiste sepse shoh të them partinë e cila realisht më jep atë besim dhe mendoj që ka hapur dyrë për të rinjtë dhe të gjithë e kemi parë me të them gati gjysmë e kandidatëve që janë të rinj dhe mendoj që kam shumë për të dhënë dhe ka shumë dhe hapësirë të themi për të kontribuar në këtë parti dhe për vazhdimsinë e qeverisjes që kjo parti tashmë ka. Nga këto kritikat që the, sa ke fshirë nga këto kritikat nga Facebooku për Tiranë? Absolutisht asnjëra nuk është fshirë, absolutisht asnjë gjë nuk është zerruar të themi të kthehet në orën 0 ose në orën 12, por më besoni, vazhdimi i këtyre të themi kërkesave për të bërë të mundur ose më mirë të themi insistimit për të bërë më të mirën për këtë vend, patjetër më dhan shtysën që unë të marr pjesë dhe të karoj për Partinë Socialiste. Po si do i bindni ata qindra dhe mijëra punonjës, sigurisht të fasonerive që ato e shohin kushtet e punës në cilat kanë punuar, rrogat që kanë marrë për t'i kërkuar votën edhe për t'i votuar sërish Partinë Socialiste, atë kryetarin e së cilës i ka sjellë në atë gjendje që ju vetë keni kritikuar. Si do t'i bindni? Atë gjendja ka ardhur jo vetëm për shkakun e qeverisë, por ka ardhur edhe për të thënë faktorët e jashtëm.
të lutem të jemi të saktë me atë që themi. Ka ardhur nga faktorët e jashtëm, të cilët patjetër kanë ndikuar të themi edhe. Ndalemi te faktorët e brendshëm, mund të jenë edhe faktorë të armshëm, faktorë të ndryshëm. Faktorët e jashtëm flasim nga koha e Covidit, pastaj koha periudha e tërmetit, patjetër edhe kriza të themi botërore e luftës në Ukrainë. Absolutisht ka dhe problematika tona të brendshme, sepse rritja e kostove është të themi detyrueshme që të ketë një rishikim të pagës.